Nëse je një i papun, mund të shfrytëzosh një nga 2180 vendet e lira të punës që disponon zyra e re e shërbimit kombëtar të punësimit. Të rinjt mund të kërkojnë përmes internetit në puna.gov.al, ndërsa për ata që nuk kanë mundësi ta bëjnë këtë, është këndi i njoftimeve të kësaj zyre. Në kënd janë afishuar vendet e lira të punës në telefoni, infermieria apo rrobaqepsi. Zyra është hapur në rrugën e Kavajës dhe ka tërhequr dhjetra të papunë të bëjnë intervistat e para. Po shikoni në vend punë të përshtatshëm për ju zotëri? Po, kam gjetë një këtu ke njësia bashkiarin numër 5. Në qasana? Saldator. Kam 5 vjetë pa punë, veti 4, vetëm gruaja punon me 240. Nuk më del, kështu që jam i detyruar të gjej në vend punë, të përshtatshëm, të jetë si të jetë, do ta bëj. Sa vjeç jeni? Jam mbi 50 atë. Gjeni punë të moshën tuaj? Jo. Tani kam një muaj që jam kthyer, tani grinë. Edhe kalova një herë mos kishin përshtatën e vend punë. Ministri i Mirëqenies Sociale Erion Veliaj deklaroi se ka nisur puna për regjistrin e vendeve të punës nëpër bizneset e 65 qyteteve të vendit. Mekanizmi për të tërhequr sipërmarrësit do të jetë i tillë. Ne do të hapim një konkurs ku të gjitha kompanitë, të gjithë punëdhënësit të kenë mundësi të garojnë për ta aksesuar fondin e punësimit dhe për të shpërblyer në bazë të njerëzve që punësojnë dhe në bazë të vendeve të punës që ata hapin. I ftuar në inaugurimin e zyrës së re, kryeministri Edi Rama, përmes një krahasimi me një debat televiziv në Angli, ka dhënë këtë mesazh për rivalët politik. William Gladstone, ky i fundit i thot kryeministrit, zotit Izraeli nuk mund të jetë mjaftueshmërisht i sigurt për asgjë nga ato që pretendon. Dhe Izraeli i përgjigjet, shpresoj të isha i sigurt për të paktën një gjë, sa që është kundërshtari im i sigurt për gjitha. Ka shumë gjëra që në 20 vjet nuk janë bërë dhe po bëhen në 100 ditë. Gjatë takimit, 12 ish punonjës së zyrës së punës kanë protestuar për heqjen nga puna. Sipas ministrit Veliaj, kjo zyrë është vendi që u gjen punë të papunëve dhe jo vend strehimi për militantët partjak.